pasur më shumë se 10 vite më përpara ta ndaj me audiencën për të dekoruar shtëpitë. Ne sot do ta kemi në një linje direkte për të biseduar me atë se si të sjellim pak personalitet më shumë shtëpisë son, por në veçantë edhe si të sjellim verën brenda dyerve të shtëpisë. Dim që shumë persona dëshirojnë që me ndrimin e stinëve të sjellin pak nga ajo çka ne hasim jashtë edhe brenda shtëpisë. Kështu që Elona do të na ndihmojë me disa këshilla praktike për të cilat nuk kemi nevojë ta thyejmë bankën dhe të shpenzojmë shumë para. Pra Elona është e njohur për këtë aspekt që duke mos shpenzuar, duke ricikluar gjëra, të krijojmë dekorime të bukura për brenda shtëpive. Elona, përshëndetje, pasdite të këndshme për ty. Përshëndetje. Ju falenderoj shumë për ftesën, është një kënaqësi për mua. Faleminderit Elona shumë. Besoj edhe ti vetë ke filluar të riaranxhosh shtëpinë për verë. Po, duke qenë se dekorimi i shtëpisë është jo vetëm pasion për mua, po edhe pjesë e punës time, unë jam gjatë gjithë kohës duke updateuar, duke rregulluar, duke sjell forma të reja të dekorit për shtëpinë time. Atëherë, si mund të bëjmë ndryshime në shtëpi pikërisht për ta sjell pak verë në shtëpi? Përveç dekorit të shtëpisë, unë jam shumë e pasionuar edhe pas luleve. Kështu që do sugjeroja dhe zonjave që janë duke na ndjekur aktualisht në përmjet e ekranit, të shtonin në lule dekorative në ambientin e shtëpive të tyre. Lule që kanë bollur dhe që ruajnë jeshillëkun e tyre për gjatë gjithë vitit. Pra lule që me pak kujdes mund të sjellin atmosferë freskëje, por dhe rigjallërimin e komplet ambientit të shtëpisë. Tek ndonjë jastëk dekorativ, gjërat vogla që nuk ka nevojë të shpenzojmë aq shumë para për të sjellë një rifreskim të ambientit të shtëpisë. Lulet një, çfarë tjetër do të na rekomandoje, çfarë mund të inkorporojmë në këtë buxhetin e ulët të ndrimit të dekorimeve? Po, atëherë sikur se e përmenda edhe më përpara, mjafton ndonjë jastëk i bukur dekorativ, të heqim ato bataniet e leshta sepse tashmë ka ardhur vera, një jastëk me disa limona apo me ngjyra, gjëra krejt vogla që në pamje të parë sapo hym në një ambient japin menjëherë atë rigjallërimin dhe freskimin e ambientit të shtëpisë. Lule të freskëta nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Si në dekore, por edhe mbi tavolina, në ambientet e kuzhinës, aty ku gatuajmë. Ato lulet e vogla me aromë, siç janë nene xhiku, apo lulet të tjera që mund t'i mbajmë edhe në ambientet e kuzhinës. Cilat tjera lulet do të na rekomandojë dhe a ka lulet të cilat themi gjatë gjithë vitit mund të na bëjnë ndjenjen se po i përcjellim stinat, ani pse nuk është pra duke u ndruar lulja, por që e mban gjethet e mban lulen, ta kemi një lule të hapur gjatë krejt vitit. Po, atëherë, për sa i përket ambientit indoor, pra atij të brendshëm, unë do ju sugjeroja që të mbani gjithmonë lule, të cilat nuk kanë nevojë për kujdesje specifike, por lule që me pak përkujdesje ato ruajnë gjallërinë e tyre për gjatë gjithë stinëve të vitit. Janë si palma, aloe vera, lule që janë të përshtatshme për ambientin e shtëpisë dhe nuk ka nevojë që të kemë kujdesin e vazhdueshëm. Për këto lule isha duke folur. Mirë, Elona, të flasim pak edhe për ambientet e vogla, për banesat jo shumë dhomshe, sepse jo shumë kush e ka luksin që të jetoj sot në një shtëpi të madhe, mirë të ndriquar, e cila pastaj ta bën të letë shumë më shumë punën e dekorimit. Të flasim pak për ambientet e vogla, çfarë këshilla na kishe sjell sot për ta pas themi një estetik më të bukur? Po, për ambientet e vogla, këshilla ime numër 1 është sa më pak objekte që nuk na duhen. Pra, duke qenë se ambienti është i vogël, shumë mobilje ose rraqe i themi ne në Shqipëri, ja zdejnë frymën shtëpisë. Pra, në një ambient të vogël do sugjeroja dhe mobilje minimaliste, por të ruhet hapësira. Pra të ruhet hapësira me fanatizëm në mënyrë të tillë që shtëpia të frymojë.
Mirë, po për ngjyrat, ka ngjyra të veçanta që po dominojnë në botën e dizajnit interierit këtë vit, dhe sa është e rëndësishme që të mbajmë një linjë ngjyrash, pra mos të ngatrojmë shumë ngjyra në një ambient. Me thënë të drejtën, unë nuk i ndjek trendet e ngjyrave, sepse të ndjekësh trendet është një luks i madh. Trendi më i përhapur për këtë vit është ngjyra jeshile. Ngjyra jeshile në të gjitha tonalitetet e saj. Por për një ambient të vogël, nëse bëhet fjalë për pyetjen që më bëre pak më përpara, unë do kisha preferuar ngjyrat e qelta pastel, sepse ambienti i vogël, nëse ne përdorim ngjyra shumë të ndezura dhe ngjyra të errta, do e bëj ambientin të duket akoma dhe më i vogël. Për shtëpiat e vogla do kisha preferuar më shumë një ngjyrë të bardhë, ngjyrat e lehta. Për sa i përket trendeve, doja të thoja që çdo ngjyrë që ne përzgjedhim për ambientin e shtëpisë na personifikon në një lloj mënyre, sepse ngjyrat, tekstilet që ne zgjedhim, format që ne zgjedhim, për ambientin e shtëpisë flasin nëpërmjet personalitetit tonë. Pra ne i bëjmë këto zgjedhje sipas asaj që ne ndjehemi dhe ne jemi, e kupton? Kjo është ajo që ndikon më së shumti. Dhe ndikon mjaft shumë në humorin tonë, në aspektin mendor, një ambient dhe ngjyrat edhe po ashtu ndriçimi, gjithçka ndikon mjaft shumë. Elona, të falenderoj shumë për këtë lidhje të shkurtër, po uroj që do të kemi së shpejti në Kosovë të shpaqim edhe imazhet për e punës tënde Anata, se si ti sjell në jetë objektet e përdorura, si riciklon dhe si krijon ambiente të dëshiruara për të jetuar duke mos shpenzuar shumë. Faleminderit që ishe me ne këtë pasditë. Faleminderit juve, gjithë të mirat. Miru pafshim. Knatësi që kishim dhe Elonën për cilë paka shumë informacione të thjeshta për të riaranxhu ambientin